Keni një plan B, zoti Hasimja, nëse nuk arrihet një konsensus i gjerë politik dhe kur pritet të depozitohet në kuvend? Kjo pastaj është çështje teknike, me këtë do të merren përfaqësuesit e PD-s në komision. Jemi akoma, siç e thash, duke diskutuar aty detaje, në mënyrë që ky propozim të jetë sa më i plot. Dhe plani B, në komision. Nëse nuk arrihet, nëse nuk pranohet plani A, nga Partia Socialiste ka? Ne vetëm me planin A, sepse i vetmi plan jone ka qenë që ne të arrijmë një qëndrim të unifikuar të opozitës. Nëse nuk do arrijë kjo gjë, atëherë do vazhdonim me plane të tjera prapë për arritjen e bashkëpunimit të opozitës. Por në rastin konkret nuk ka nevojë për plan A, për plan B, sepse plani A është realizuar. Në kuptimin ne kemi tashmë një qëndrim të unifikuar të opozitës për kodin zgjedhor. Pjesa tjetër pastaj do të varet nga përballja me Partinë Socialiste, nga presioni ndërkombëtar dhe i opinionit publik etj. Nga ana tjetër, kjo nuk e mbyll punën tonë, ne vazhdojmë të punojmë dhe mendojmë që dhe parashikojmë në fakt, i kemi hyrë edhe diskutime për këtë gjë pavarësisht se është ende herë, për të krijuar një bashkëpunim midis partive politike të opozitës, një bashkëpunim edhe për zgjedhjet vendore të ardhshme, meqense ato do të jenë betejë elektorale e ardhshme. Po, zoti Hasimja, si përgjigjeni ju skeptikëve që mendojnë se ndryshimet elektorale janë shpesh një kompromis politik dhe jo një reformë reale? Kanë shumë vend për skepticizëm, të shifrat janë të qarta. Nëse një sistem elektoral si ai që mbi bazën e cilit ne po i bëjmë bashkë partitë e opozitës sot, nëse ai do të ishte zbatuar me 11 maj, rezultatet në Parlamentin Shqiptar do të ishin komplet të ndryshme. Partia Socialiste do kishte diku 7 ose 8 deputet më pak, partitë e vogla do të kishin më tepër përfaqësim në parlament, do të kishin më tepër mandate deputetësh, me shumë gjasa kjo do të fuqizonte edhe opozitën në tërësi, sepse natyrisht do të jepte më tepër peshë në parlament. Do të ishte mundësinë edhe Partisë Socialiste që të impononte vullnetin e saj për çështje të rëndësishme. Pra është shumë e thjeshtë, mjafton të ulesh edhe për ata që s'kan qejf punën me matematikën, mjafton të futen ChatGPT dhe të kërkojnë një stimulacion të OpenAI për këtë çështje, do ta kuptojnë shumë qartësisht impaktin që ka një sistem i tillë elektoral në përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve. Ndryshimi i kodit zgjedhor ka qenë një sfidë e politikës shqiptare për gjatë gjithë këtyre viteve. Faktin që shqiptarët të mund të votojnë ata kandidatë të cilët ata duan, dhe jo ata që dikton partia me listat e mbyllura. Tani, duke patur parasysh se si është ky sistem dhe faktin që Partisë Socialiste i konvenon ky model që kemi, sepse nëpërmjet tij arriti të ketë 83 deputet, a ka sinjal që mund të arrihet një dakordsi, zoti Hasimja, nga Partia Socialiste? Unë mendoj që do të jetë shumë e vështirë për Partinë Socialiste që të ndërmarrë një miratim të kodit të ri zgjedhor thjesht me kartonat e vet. Mendoj që do të ketë kosta shumë të larta. Jo thjesht sepse do të hyjë në një traditë pozitive politike, por të gjitha se do përballej edhe me presionin ndërkombëtar dhe do të tregonte pastaj që aspekti demokratik i zgjedhjeve në Shqipëri nuk është në radarët e vet. Po ju kujtoj përpara disa vitesh, ndoshta në 2009, nuk jam shumë i sigurt, Partia Socialiste pati kërkuar atëherë një ndryshim të kodit zgjedhor dhe më kujtohet shumë i qëndrimi i Partisë Demokratike në atë kohë që thoshte që Partia Socialiste mund të bëjë çfarë do lloj propozimi për kodin zgjedhor dhe ne do ja u miratojmë pa e diskutuar. Ky është një qëndrim konstruktiv. Cilin do të thënë për hir të vërtetës duhet thënë, Partia Demokratike ka mbajtur në atë kohë. Dhe unë mendoj që në raste kur ti je në pushtet, minimale që mund bësh është që ti lesh në dorë opozitës mundësinë fakt që të miratoj kushtet e lojës. Nëse ti je edhe shumit, po i bën edhe kushtet e garës, ashtu siç do të si përshtaten ty, nuk është as e ndeshme as demokratike. Dhe mendoj që nëse PS-ja do ta bëjë këtë gjë, mendoj që do të paguajë një kosto shumë lartë politike.
E kuptoj, po deri tani Partia Demokratike për këtë ka akuzuar Partinë Socialiste, se i vendos vetë kushtet e lojës dhe në fund zgjedh atë që do. Kështu që çfarë mund të ndryshojë këtë herë? Mund të jetë presioni ndërkombëtar? Presioni ndërkombëtar dhe i opinionit publik. Mos harrojmë që është e vërtetë që mund të bëjë, po fakti që janë bërë gjëra të tilla problematike më parë, do të thotë që PS-ja mund të vazhdojë të bëjë këto gjëra pa fund. Në fundi me ato vota janë të gjëra që nuk i bën dot. Me ato vota, pavarësisht se me ato vota mund të marrë, mund të ndryshojë, ndoshta edhe me një manovër të vogël, mund të ndryshojë edhe kushtetutën, mund ta bëjë edhe Shqipërinë mbretëri, ndoshta. Por këto gjëra nuk bëhen sepse kanë kosto shumë të lartë ose se do ndesheshin me qendresë. Dhe unë mendoj që edhe në këtë rast të tillë do kishte rezistencë të madhe, qoftë ndërkombëtare, qoftë nga opinioni publik vendas. Dhe kjo rezistencë në të dy rastet do të ndikonte edhe rezultatin zgjedhor të Partisë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme. Edhe diçka e fundit, thatë që Mundësia dhe Lëvizja Bashk nuk janë pjesë e kësaj marrëveshje paraprake.